Gjatë këtij viti, banorët dhe përfaqësuesit e shoqatave lokale kanë zhvilluar 3 takime me kryetarin e komunës së Gosivarit dhe me ekspertët e ndërmarrjes komunale, ku janë shqyrtuar dhe dakordsuar zgjedhje konkrete për tejkalimin e problemit. Në këtë drejtim kanë filluar punimet për ndërtimin e një linje të re të ujësjellësit, e cila do të mundësojë rritje të ndjeshme të kapacitetit të ujit të pijshëm. Ky investim pritet të ndikojë drejt për së drejti në përmirësimin e furnizimit edhe për banorët e fshatit Debresh, i cili pritet të përfundojë për një muaj. Pas përfundimit të punimeve pritet të sigurohet një furnizim më i qëndrueshëm dhe më cilësor me ujë të pijshëm. Njëkohësisht është marrë vendim edhe për përmirësimin dhe sanimin e burimit të ujit mbi fshatin Debresh, një ndërhyrje e rëndësishme që pritet të ndikojë dukshëm në rritjen e kapaciteteve dhe në përmirësimin e përgjithshëm të furnizimit me ujë. Komuna e Gosivarit ka dëshmuar më shumë se kur më parë vullnet dhe përkushtim për zgjedhjen e këtij problemi shumë vjeçar. Për këtë arsye i ftojmë banorët për mirëkuptim dhe durim gjatë periudhës së realizimit të punimeve deri në zgjidhjen përfundimtare të kësaj çështje. Komuna e Gosivarit mbetet e përkushtuar që në bashkëpunim me qytetarët dhe institucionet përkatëse të sigurojë zgjidhje afatgjate dhe të qëndrueshme për furnizim me ujë të gjithë banorëve.